Nën kampioni i sezonit vjeshtor në ligën e parë të futbollit vendor, klubi i futbollit Struga Trimlum, menjëherë pas përfundimit të pjesës vjeshtore të kampionatit, është në pushim të merituar, edhe pse kam pasur udhëzime nga stafi teknik që e drejton Bledi Shkëmbi, që me stërvitje individuale të mbajnë formën e duhur. Drejtori sportiv i klubit të futbollit Struga Trimlum, Besari Saku, në një deklaratë ekskluzive për televizionin Koha, tha se grumbullimi i parë është caktuar më 5 janar 2026, ndërsa nga data 17 janar me përgatitje do të vazhdojnë në Antalya, ku edhe do të zhvillojnë disa ndeshje kontrolluese. Ekipi do të starton më 5 janar, do të jetë grumbullimi i parë. Në fakt ato veç që kanë marrë ato udhëzimet nga stafi teknik që janë duke i përgatitur si çdo futbollist individualisht, dhe këtu do të qëndrojmë për gati 2 javë, ose nga data 17 janar ne do të lëvizim për në Antalya të Turqisë, ku atje para pa edhe 4 ndeshjet miqësore, për të pa nga afër ekipin, për të pa formën e tyre, dhe besoj se do jenë normal që kushtet atë janë më të mira për shkak klimës, dhe do të qëndrojmë atë për gati 2 javë. Dhe pastaj do të kthehemi në Maqedoni, ku këtu janë para edhe një ndeshje miqësore që të jenë para kampionatit, dhe besoj se do të jenë përgatitur të nivelit, dhe besoj se do të jenë në formën që të mbajnë formën futbollistët tanë. Struga Trimlum, nga 16 ndeshjet e zhvilluara në sezonin vjeshtor, ka 13 fitore, 2 barazime dhe 1 disfat, me gol avarash 41-11 dhe 41 pikë mban pozitën e dytë. Për sezonin pranveror, struganët pritet të angazhojnë edhe disa përforcime.